Po vlera, unë jetoj në Riyadh tash 6 vite. Këtu do me thënë, fillova me kurset e gjuhës shqipe fillimisht, një vit pas jeta në Riyadh, duke pa nevojën që në për diasporë, ka fëmijë të cilët nuk janë lindë e rritë në Kosovë, edhe duke pa nevojën që ata kanë për mësimin e gjuhës të nënat. Po, si realizohen Anita këto mësimet që a i ke? Mësimet realizohen fizikisht me prezencë fizike, po edhe mësime online, do me thënë. Shqiptarët të cilët jetojnë në Riyadh dhe që janë shumë në numër, do me thënë kanë përzgjedhur që fëmijët e tyre me i mësu fizikisht. Fillimisht fillova me grupin e parë, ishin nënat të cilat janë të martuara me jo arab, edhe normalisht që fëmijët e tyre nuk e kishin gjuhë të parë gjuhën shqipe. Startova në vitin 2020 me këta fëmijë dhe kam kalu shumë mirë, domethënë jam mirënjohës edhe për prindet që kanë qenë shumë bashkëpunuese, edhe normalisht suksesi nuk ka mungu, edhe për mua si mësuese ka qenë shumë e lehtë puna me ata fëmijë. Shumë mirë. Nga ana tjetër, do me thënë, kam startu edhe me grupet online, dhe nuk janë vetëm grupe që i mësoj vetëm gjuhën shqipe, mirë po i kam edhe grupe të cilat ju mësoj shkronjat e Kur'anit, leximin e Kur'anit, namazin, e kështu me radhë, për shkakun se që kur isha në Kosovë, do me thënë, në medrese në vitin e parë, pa ta fillu kam qenë angazhuar si mësimdhënëse e fëmijëve në xhamin e fshatit ku jam lindë e ri. Kështu që kur erdha në Riyadh e parë se po më mungon ajo pjesë, kështu që startova në të njëjtën kohë. Njërën anë kisha grupe që i mësoja online, siç thash Kur'an, shkronjat e Kur'anit e kështu me radhë, dhe nga ana tjetër grupe të cilat ju mësoj gjuhë shqipe. Po, përvoj shumë e mirë, Anita, realisht edhe shumë për shkak se me mësu fëmijë është ndër punë ma fisnike, për shkak se nxjerr do të thotë gjithmonë janë gjurmët e mësuesit, çfarë do lloj, qofti gjuhës, qofti Kur'anit, lë gjurmë të fëmija. Anita, ka interesim të prindërve shqiptar me ju mësu fëmijëve gjuhën shqipe? Po, për fat të mirë ka shumë interesim. Edhe janë nxënës që vinë nga vende të ndryshme të botës, domethënë vende ku ka shqiptar, kështu që po jam shumë e kënaqur me interesimin që e shprehen prindërit për mësimin e gjuhës shqipe për fëmijët e tyre. Cilat janë vendet që kanë më shumë interesim, qofshin diasporës, qofshin vendeve të ndryshme të botës që kanë interesim për mësimin e fëmijëve të gjuhës shqipe? Mbas të përvojës që ti e ke? Po, në basë përvojës time janë nxënës që vinë nga Evropa, shtetet të Gjermania, Zvitra, pastaj dhe të vendet skandinave, kam nxënës nga Norvegjia, pastaj edhe nga Maqedonia e Veriut, edhe nxënës që jetojnë në Kosovë, do të thënë kam nxënës edhe nga Kosova e Shqipëria, që është një larmi. Do të thënë brenda një jave, udhtojnë nëpër vende të ndryshme ashtu. Kur tha nxënës që jetojnë në Kosovë, po mendon për Kur'an? Po, janë nxënës të Kur'an. Okej, shumë mirë. Cila është ajo që është më sfiduese për ty, Anita, mësimi i gjuhës shqipe për nxënësat apo mësimi i Kur'anit? Ose më e mirë? Mësimi i gjuhës shqipe, për shkak se në esencë ata janë fëmijë që pjesa dërmuese kanë qenë që nuk i kanë ditë shkronjat. Edhe do me thënë, ajo që e ka vështirësu është që fakti se mësimi bëhet fizikisht, po them edhe një herë, përkrahja e prindërve ma ka lehtësu shumë, për shkak se ajo mbështetja që ata e kanë dhënë qoftë në ushtrimin e detyrave që unë ju kam dhënë, qoftë ka pas raste që fëmijët nuk kanë arrit me i artikulu disa prej tingujve që ka shqipja, për shkak se kanë folë një gjuhë tjetër që nuk i ka pas ata tinguj, edhe do me thënë e kanë arrit pastaj.